Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë një bashkëbisedimi me prodhues të bimëve mjekësore premtoi subvencionim për këtë sektor. Sipas tij, edhe buxheti për bujqësinë do të dyfishohet. Në projektin tonë për Shqipërinë madhështore, ne konsiderojmë sektorin e bujqësisë një sektor të rëndësisë parësore për realizimin e këtij projekti. Dhe jemi zotuar për një përmbysje të qëndrimit të këtij sistemi ndaj bujqësisë, blegtorisë, bimëve aromatike, bimëve heterovajore. Ne do të dyfishojmë buxhetin për këtë sektor dhe do të 4 ose 5 fishojmë subvencionin për fermerët. Do të subvencionojmë çdo njësi prodhimi, çdo kokë bagti dhe çdo fidan të mbjellur. Berisha foli edhe për tarifat e vendosura nga qeveria amerikane që prekin më së shumti këtë sektor. Qëndrimi ynë ndaj tarifave është negociata me qeverinë e Shteteve të Bashkuara për 0 tarifa, me kërkesën që qeveria amerikane të na përgjigjet dhe ne me 0 tarifa dhe ju të përfitoni. Por të supozojmë se qeveria amerikane për arsye të veta nuk adapton këtë, ne do kompensojmë ju plotësisht tarifin e eksportit të vendosur nga vendet ku ju eksportoni. Ne do bëjmë gjithçka me grante, siç thash. Krahas subvencioneve të gjithë procesit deri në eksport, Berisha premtoi të tjera lehtësi logjistike për grumbullimin e këtyre bimëve, si dhe për industrinë e përpunimit të tyre në vend.